Këtë javë shkova dhe takova banorët e zonës së Zvërnecit. Në një takim që për gjithë ata që duan dëgjojnë është i postuar në faqen time, vlen shumë më shumë se çdo ulërim, çdo zhurmë, çdo kuje, çdo shqetësim, manipulim, falsifikim, spekulim nga çorba e ditëve të fundit. Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga Flamengot Online, si njerëz të mbledhur me zor, si njerëz të mbledhur kokra, si njerëz që nuk përfaqësonin komunitetin e tjerë, ndërkohë që ata janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Ajo zonë nuk është një zonë e mbi populluar, është një zonë ku ata njerëz që kanë interesa aty, që punojnë aty, që i pretendojnë pronat e tyre aty, madje aty ku do të zhvillohet projekti, që mbajnë familjet e tyre nga aktivitetet vogla aty, nga shërbime dhe nga puna e përditshme aty, janë ata. Nuk vajta të takoj njerëz të mbledhur nga Narta poshtë apo nga Vlora lart. Vajta të takoj ata që janë aty. Pikërisht ata që e kanë interesin të drejt për drejt, qoftë për të drejtën e pronës, qoftë për të drejtën që dëgjohen, qoftë për të drejtën që të jenë pjesëmarrës në këtë proces, qoftë dhe për të drejtën që të zhvillohen. Okay? Dhe ajo që dëgjova prej tyre natyrisht nuk ishte një surprizë për mua, ishte krejt ndryshe nga ajo që dëgjohet çdo ditë. Ishte një bisedë për shqetësimet konkrete, për problematikat konkrete, për mënyrën se si adresohet një pretendim i një pronë të kthyer dhe të regjistruar, por që në rast se kthimi dhe regjistrimi janë bërë në mënyrë të parregullt, ka gjykatë, ka i proces. Dhe në fund gjithçka ishte pozitive mes njerëzish që diskutojnë si njerëz, mes njerëzish që nuk i qepen njëri tjetrit me gur në trast. Okay? Dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte se pavarësisht pyetjeve, shqetësimeve, kërkesave që kishin, në asnjë moment nuk dëgjova për tyre të vijnë diskutim vetë ideja që ky investim duhet ndalet. Madje përkundrazi, ndjeva shqetësim, edhe më pas kur dolëm, ndjeva shqetësim që aman mos ndalet, aman mos ta humbasin këtë gjë. Dhe në ndërkohë kam diçka tjetër për të shtuar, lidhur me atë që po ndodh. Keni parasysh një gjë. Gjithë kjo lukuni e madhe, videosh e gjithë këta gazetarë, gjithë këta lloj ndërkombëtarësh në media që papritur u bën të interesuar për Shqipërinë, për mjedisin, për zogjtë e Shqipërisë. Nuk e kanë fare me mjedisin dhe zogjtë e Shqipërisë. E kanë secili për agjendën e vet në vendet ku janë. Disa e kanë me Izraelin, që u fut kot fare në këtë mes, ndërkohë që investitorët kryesor janë dy vëllezër musliman të famshëm në lindjen e mesme për sukseset dhe investimet e tyre dhe që vinë nga Katari, një vend që s'ka marrëdhënie me Izraelin. Disa tjerë kanë kundër presidentit të Amerikës, të cilin gjysma e duan, gjysma e urrejnë, dhe ndaj të cilit mediat dhe të gjitha sistemet online turren për çdo gjë. Disa tjerë kanë se nuk duan që Shqipëria ta ketë këtë projekt. Janë konkurrencë normal, të vinë 4 miliardë në Shqipëri dhe me këto emra Shqipëria bëhet një pikë referimi si asnjëherë më parë dhe si asnjëherë më pas në rast se ne humbim këtë mundësi. Po ndërkohë, mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë këto rrëmuja që dalin në për media, në për rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm në bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin
rrethin 4 orë dhe pastaj i quajnë rrethin 4 orë, tek lloj-lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokër taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djemë që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të mëtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të çregjistrimeve në Sarand, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend, që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur. Pra për të cilë ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëhere do të humbasim shumë turist këtë vit. Mbase këtë doni, unë nuk besoj që këtë doni, por mbase ky është edhe qëllimi, që të jetoj vetëm me flamengot, të cilët 99.99% e atyre që i mbrojnë si kam parë në me sy. Okej. Nuk e di, shikoni këtë punë. Në ndërkohë që projekti do bëhet, që jemi shumë të qartë. Projekti do bëhet sepse është një mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën dhe është një kapërcim i madh epokal për Shqipërinë turistike dhe për Shqipërinë evropiane.